Ndërkohë, këto janë pamjet e drejt për drejta të cilat jemi duke transmetuar në ekranin e Euronews Albania. Kjo është zona përballë kryeministrisë, që ta keni pak më të kollajshme për ta kuptuar. Kjo që shihni këtu është edhe zona në cilën krijohet edhe ai podiumi në cilin ngrihen moment pas momenti protestuesit për të folur, por për të gjitha detajet kam kolegun Ardit Hoxha, i cili do të na informoj pak më shumë. Ardit, të përshëndes, ti ndodhesh në sheshin Skënderbej, në qendër. Përshëndetje Greta. Po, në fakt ndodhem tek pika e parë e grumbullimit të qytetarëve, të cilët e kanë bërë për 14 ditëve zhvillimit të kësaj proteste dhe ashtu do e bëjnë edhe sot në ditën e 15, pra hym duke nisur nga sot në javën e 3 të protestave të vazhdueshme që zhvillohen në kryeqytet. Ka pasur një lajmërim vetëm para pak minutash, por e të shpërndarëm herët në rrjetet sociale që nisja e marshimit do të bëhet me rreth 30 minuta vonesë nga ajo që është njoftuar më herët, për shkak të edhe temperaturave të larta të cilat nuk e favorizojnë shumë nisjen në orën 6 eksakt kësaj proteste në ditën e 15. Organizatorët ose ata që mund të cilësohen si organizator pasi zyrtarisht të shpallur apo persona që ta kenë pranuar një gjë të tillë nuk ka, por disa prej tyre që janë me megafon vetëm para pak sekondash në fakt njoftuan pjesën tjetër të qytetarëve që janë grumbulluar se marshimi do të nisë prej orës 18:30 minuta. Por një gjë interesante që më bëri përshtypje Greta dhe që do doja ta theksoja në këtë komunikim të parë tonin për këtë protest, 15 është një numër relativisht i konsiderueshëm turistësh të cilët kanë një lloj kurioziteti dhe vazhdimisht pyesin qoftë qytetar, por qoftë edhe ne përfaqësues të medias për atë se çfarë po ndodh, arsyet e kësaj proteste dhe detaja apo element të ndryshëm. Janë nga ajo që kam arritur të dalloj në fakt turistë nga zona apo vende të ndryshme të botës, disa nga Europa, disa edhe nga zona më të larta, Azia apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ardhur për të pushuar dhe për të vizituar Shqipërinë, por të gjendur në këtë lloj situate në një val protestash, sigurisht për ta është tërhequr vëmendja dhe kërkojnë të dinë më shumë dhe të kenë më tepër informacion për arsyet e kësaj proteste apo se çfarë dëshirohet që të arrihet përmes kësaj proteste nga qytetarët që tashmë sigurisht e theksova janë në javën e 3 të protestave të përditshme në bulevardin qendror të Tiranës, por edhe më tej në orët e mbrëmjes protesta që shtrihet në pothuaj të gjitha rrugët brenda Unazës apo zonës së verdhë të Tiranës, siç mund të quhet ndryshe. Po Greta. Ardit, të falenderoj dhe besoj do kemi mundësi që të ndjekim hap pas hapi, ndoshta dhe më qartë grumbullimin e qytetarëve, nëse më vonë do ketë dëshirë ndonjë qytetar të thotë diçka lidhur me të ditë të 15 apo ndoshta ata cilët kanë ardhur nga jashtë, më kërkoj vetë fjalën. Jemi këtu në këtë transmetim të drejt për drejt me kolegët Ardit Hoxha, por edhe me të tjerë të cilët do na bashkohen moment pas momenti për të përcjellë gjithçka që vjen nga kjo protestë.